Unë shtroj vetëm një pyetje. Kush e mbron identitetin e këtyre biznismenëve pedofil? Policia, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Drejtoria e Sanksioneve. Kush e ka neglizhuar procedurën që këto të lirohen në liri edhe fotografia e tyre të mos jetë në regjistrin e pedofilëve? Nëse funksionon regjistri i pedofilëve, pse disa biznismen të fuqishëm nuk janë aty, edhe pse të gjithë e kanë kryer të njëjtën vepër, pra kanë abuzuar me një vajzë të mitur 14 vjeçare, ato nuk janë në këtë regjistër. A ju kujtohet rasti i biznismenëve pedofil të cilët ishin nga rajoni Tetovës dhe i Gostivarit që abuzuan me një vajzë të mitur 14 vjeçare? Sigurisht, për të njëjtin rast nuk keni shumë të dhëna, sepse ka qenë izoluar për shkak të dhënave personale. Por jo në momentin që gjykata e apelit e jep një vendim të plot fuqishëm, siç e ka dhënë më datën 30 e muajit të 10 të vitit 2025. Edhe pse vendimi është i plot fuqishëm nga viti 2025, gjykata e apelit ka vendosur që atyre t'ju ul dënimin. Edhe pse gjykata e apelit atyre ka ul dënimin, por ky është një moment tjetër për ta diskutuar. Ato që unë dua sot ta diskutoj është se regjistri i pedofilëve është një webfaqe online e bërë nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, e cila është webfaqe e jashtëzakonshme për të gjithë ata njerëz të cilët ndryshojnë vendbanimin ose jetojnë në vendbanime që kanë fëmijë të vegjël dhe dëshirojnë t'i mbrojnë nga pedofilët. Këtu në këtë webfaqe secili nga ne ka mundësi që të kërkoj për emrin e lagjes dhe të shoh pedofilët të cilët janë të dënuar në lagjen e tyre. Pra, ne të gjithë mund të futemi në këtë webfaqe dhe të shohim emrat dhe mbiemrat e njerëzve të cilët janë të dënuar në rrethinën tonë ose në të gjithë shtetin. Është e çuditshme. Rasti i biznismenëve të cilët kanë vendim të plotfuqishëm, ata janë të lirë tani më e kanë kryer dënimin, ende nuk janë në regjistrin e pedofilëve. Emri, mbiemri i tyre nuk është. Por kjo nuk vlen për të gjithë ata të cilët kanë qenë të akuzuar me të njëjtën akt akuzë. Dy prej tyre, ASDPP, të cilët nuk janë biznismen, po janë persona të cilët e kanë bërë trafikimin e fëmijëve deri te këto biznismen, emrat, mbiemrat dhe fytyrat e tyre janë tek regjistri i pedofilëve, ndërsa emrat e biznismenëve nga Tetova, nga rrethina e Gostivarit dhe nga Strimnica nuk janë në regjistrin e pedofilëve. Ne dërguam një pyetje deri tek Ministria për Punë dhe Politikë Sociale për të kërkuar arsyeën dhe për t'i pyetur ato se në çfarë afati pedofilët, biznismen nga Tetova dhe nga Gostivari do t'jenë në këtë regjistër dhe ne do të mund t'i shohim fytyrat dhe emrat e tyre. Përgjigjja e Entrit për Punë dhe Politikë Sociale ishte kjo. Nga regjistri i pedofilëve janë përgjigjur se kush për të publikuar emrat e personave të dënuar është që të ketë vendim të plotfuqishëm gjyqësor, i cili vendim ekziston. Institucioni ndëshkues e njofton administratën për ekzekutimin e sanksioneve se personi i dënuar ka filluar vojtjen e dënimit me burg, pra këto e kanë kryer burgun, të gjithë i kanë në liri. Administrata për ekzekutimin e sanksioneve i dorëzon të dhënat dhe një kopje të vendimit institucionit publik, Instituti për Punë Sociale Shkup, Instituti i paraqit kërkesë Ministrisë së Punëve të Brendshme për fotografim të personit, të cilin Ministria e Punëve të Brendshme e siguron duke fotografuar personin në institucionin ndëshkues. Këtu fotografia i dorëzohet institutit. Pas plotësimit të gjithë dokumentacionit, personi publikohet në regjistrin e posaçëm. Po këto i kanë liri, e kanë kryer dënimin. Pra, a do të thotë kjo se regjistri i pedofilëve, këto biznismen të fuqishëm, nuk do t'i ketë në regjistër pasi të njëjtët e kanë kryer dënimin? Ministria për Punë të Brendshme nuk mund t'i fotografojë në institucionin ndëshkues sepse ato ka kohë që e kanë kryer dënimin. Unë shtroj vetëm një pyetje. Kush e mbron identitetin e këtyre biznismenëve pedofil? Policia, Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, Drejtoria e Sanksioneve. Kush e ka neglizhuar procedurën që këto të lirohen në liri edhe fotografia e tyre të mos jetë në regjistrin e pedofilëve? Nëse funksionon regjistri i pedofilëve, pse disa biznismen të fuqishëm nuk janë aty, edhe pse të gjithë e kanë kryer të njëjtën vepër, pra kanë abuzuar me një vajzë të mitur 14 vjeçare, ato nuk janë në këtë regjistër. Në videon e radhës do të ndiqni gruan e cila është dënuar, tani më e ka kryer dënimin për të njëjtin rast dhe tregon se si këto biznismen të tovar me emër dhe mbiemër kanë abuzuar me vajzën e mitur 14 vjeçare. Rrëfim ekskluziv, mos e humbni pa cenzurë.